e pabesueshme, të rëndit se nuk duke realitet, duke si një ankth që do zgjaste me vite. Mendoni një vend të rrethuar me male, disa gropa në male, si gryka, si goj për binçash, ato ishin minierat ku futeshin rreshtat e gjatë të burgosurve për të punuar, kurse kampi i rrethur i gjithë me tela me gjemba, jo një rrethim, jo 2, jo 3, por janë 9 rrethime, tamam si rrethimet e ferrit, rrathët e ferrit të Dantes, por vetëm ferri Dantes është shumë i bukur, shumë artistik se sa ferri i diktaturës shqiptare. Unë dënova për poezi, në fakt. Pra, poezit që kisha dorëzuar në të vetme shtëpi botuese që kishte Shqipëria atëherë, redaktorët e saj, recenzentët e saj, redaktor, poet, shkrimtar, e nxorën me gabime ideore librin, edhe sipas rregullit të atëhershëm shkonte relacioni në Komitetin Qendror, tani kanë dalë dokumentat që Ramiz Alia, si zëvendës i diktatorit Enver Hoxha në atë kohë, urdhëron që të merren masa dhe donte përgjigje për poezit që sipas tyre ishin hermetike, të trishtuara, me metafora kundër socializmit dhe realizmit socialist e tjera, pra kur jep urdhër i pari ideologjisë së partisë asaj kohe, kur jep urdhër që të merrni masa dhe më jepni informacion, çfarë masash do marrin, kur ai urdhëron ministrin e punëve të brendshme, se nuk ja thot lidhjes shkrimtarëve vetëm, po ja thot gjitha institucioneve. Edhe Ministria e Punëve të Brendshme mori masat që i parkisnin asaj. Më vunë prangat në 8 nëntor, pra zgjodhën ditën kur është themeluar partia e tyre, dhe u dënova me 10 vjet burg në një gjyq të hapur, ku akt akuza, së gjë tjetër veçse akt ekspertiza e poezive të mia. E kam rrëfyer edhe tek librat e mi, që i quaj burgologji, rrugët e ferrit dhe ferri i Çar, në qeli për të mundur të mbijetoj mëndërisht, shpirtërisht, fillova të bëj poezi me mend. Bëra një sasi të caktuar, doja me qefin më të madh, siç mund jetë ai qefi i zi në atë burg, të i bëja 100, pastaj të më çonin në kamp me njerëz të tjerë, se në hetuesia vetëm nuk u bën dot 100, në Theca, shkoj në burgun e Spaçit, gjej miq të mi. Vendi ishte shumë i ngushtë, dy ngrehina, po them, me dhomëza ku flinin të burgosurit në to, fjetoret. Një dhomë ishte me 3 shtretër njëri mbi tjetri, shtretëri dyshek dhe kashtës shumë ngusht pranë njëri tjetrit, pra në një dhomë normale 50 ca veta, me 50 ca këpucë. Këpuca nuk lejohen në burg, por ato opingat apo çizmet e çara, me ato 50 pista, me dritare të mëdha, në mënyrë që policit shikonte që nga dritarja që bëhet brenda, me një dritë që nuk shuaj natën, sepse duhet të ishim gjithmonë të ndriçuar ne të zinjtë e asaj kohe, dhe një çang që i binin për të zgjuar në mëngjes, që duhet kishte qenë kështu predh, që të na kujtonte vërtet luftën predhën. Duhet çoshë herët, do shkoje tek një tub i gjatë ujë i bërë me disa brima, atje rrithte ujë, secili mbante një radhë për të larë sytë. Natyra ishte shumë zemërmirë me ne. Ai uji ishte i freskët sa nuk gjendet asgjë kundi, uji ftohtë malesh. Pastaj kishte borë, një borë e bardhë që nuk e nxinte dot burgu, nuk e bënte të zezë. Por ishte ftohtë i madh për t'i rezistuar. Shkonin temperaturat në Spaç -10, -15, dhe do hyje në frontin
e punës, ajo që të gjithë të burgosurit e kanë proverbiale zona e dytë, Minier, Piriti dhe Bakri, ku temperatura shkonin 49 gradë, 50 gradë Celsius. Aty do punoj i gjveshur si Adami dhe do dilje pastaj, ashtu do hidhin çoplec gjatë mundje në temperaturat e ulta në dimër, minus. Ishte një skëter, të çdo i burgosur shikoje një krisht që po masakrohej. Një bashkë student që nga koha kur kishim qenë student bashkë në Shkodër, e kam treguar, më pyet si e kalove në qeli, uria e madhe, frika e madhe. Çfarë bëra? Poezi, thash. Poezi si ka mundësi? Me mend, po më thua një, ja thash, ju duke mirë, po qëllon, bëhet një e mirë, ndoshta sipas ti. Më thuaj edhe një tjetër, shiko tha, këto duhet të shpëtojnë. Sepse ti mund të vritesh në minier, por këto duhet të shpëtojnë. Ma tha me thjeshtësinë më të madhe, sikur po më jepte një cigare, sepse vdekja ishte asgjë. Jeta aty ishte shumë afër vdekjes dhe herë ishin një lloj. Dhe herë dominonte vdekja më shumë se sa jeta. Po si ti shkruaj do të ndihmoj unë, tha, në burg lejohej një fletore, në ato të shkollave, 4 lekë ishin atëherë, me një stilolap, sepse kishe të drejtë të bëje 2 letra në muaj në familje. Jo më shumë se 2 faqe, letra e censuruar. Kontrollohej, e dorëzohet të hapur zarfin, dhe ata e çonin ose nuk e çonin, varej nga gjykimi i tyre në përmbajtjen e letrave tona. Do për sikur shkruan letra, kështu dhe fillova të jetë poezit që i dia përmendesh. I mori shoku im bashkë studenti, e the me plot gojën mecenati im shpirtëror, Hasan Bajo, Çam, dhe nuk e di ku i qovej, sepse ai nuk duhet më tregonte mua, se nëse do ndodhte një gjë, do më kapte policia për një gjë tjetër dhe do më pyesnin ç'ke bëre, ku janë, edhe nëse unë do thyesha dhe do thosha kam dhe poezi, ku i ke, unë nuk e dija ku ishin. Kështu qarkulloj kjo fletore, pastaj mua më hipi dëshira të shkruaj të tjera, çdo ditë atje doja ta fiksoja, doja ta lija të shkruar. Mendova se kështu po bëja dëshmin e burgut tim, por po ta mendosh thellë, këtë dëshmi mund ta jepja edhe më vonë, nëse do kisha fatin të dilje gjallë nga burgu. Atëherë pse bëja? E kuptova se duke krijuar, ti nuk je më në burg, ti i shpëton burgut. Prandaj ata se donin as krijimin, edhe leximin madje. Dhe kur shkruan sipas me, e kam shpjeguar, e kam thënë, je një lloj me çdo poet, kudo qoftë ai. Në Paris, në Tiranë, Moskë, në New York, sepse ti ke hyrë në atë ekstazën e krijimit, nuk jam aty. Dhe si duket ky ishte i gjithë sekreti që unë shkruajta gjatë gjithë kohës në burg, sepse krijova emocionin e krijuesit, krijova emocionin e poetit. Unë çmoj aktin shumë lart tani, gjë që kanë bërë edhe të tjerë. Pastaj është me fat nëse kjo letërsi që erdhi nga burgjet dhe internimet ka vlera dhe pasuron letërsinë shqipe. Me që kemi parë, unë e konsideroj dhe një pjesë e kritikëve të mirë të kësaj letërsie, të letërsisë shqipe, po dhe të huaj, e konsiderojnë shumë të rëndësishme këtë letërsi. Ajo ka sjell një të vërtet që ishte mohuar ahere, ka sjell një shpirt qëndrese. Ndoshta në fundit thotë që ju na shtypët, na dhunuat, na dhatë urinën e madhe, na dhatë frikën e madhe dhe ne ju përgjigjem me poezi. Biruca është e shkret, ka 4 mure të zbrazta, 1-2 shemet të zbrazët, vende të kalbur ku dalin miza dheu, po edhe minj, dhe ti miksohesh dhe me minjt aty, ajo është në dhe, gati e gjitha. Ka një dritare me frenjë gjithë të vogël që është rrafsh me tokën.
Aty njeriu ka një alarm të brendshëm. Çfarë duhet bëj? Si mund ta çoj veten tek e nesërmja? Nuk duhet bësh asgjë. I uritur dhe i lodhur. Dhe i kërcënuar me smeret vesh me çfarë? Me heshtje, me vdekje, me të gjitha të këqijat që të vinë ndërmend. Dhe në të tilla raste, për mbijetesë shpirtërore dhe psiqike, thosha recitoja poezitë që dija deri në atë kohë. Unë isha arritur me poezinë e Sergej Jeseninit, Brezi ime çmonte shumë, poetin rus i zhgënjur nga revolucioni, i cili vrau veten apo e vran dhe me gjak shkruajti një poezi lamtumire. Ishte bërë, si thua, ikona që shkëlqente nga larg për Brezin tim ajo. Ajo lirik e tij ku ishte dhimbja, zhgënjimi, gjaku. Dhe mbasi i thosha këto përmend se poetët të tjerë që dija, Ualldo Itman ishte bërë shumë i dashur, pash që këta nuk më jepnin dot më shumë se aq. Ato poezi lidheshin me botën jashtë. Bota jashtë mua po më zvenite, po më fironte, po më humte. Dhe ai nëse kishte hënë në poezinë e tij apo kishte dallë, ato s'ishin më për mua. Unë doja të jetoja me atë që po vuaja aty. E fillova, dëgjoj zëra fëmijësh një ditë. Si duket kalonin larg, fillova të vargëzoj për zërat e fëmijëve. Pastaj poezi për minjt, për murin me ato zgarravinat që nuk lejoheshin, po furça që kishte lyer murin, kishte krijuar figurina. Unë i bëja personazh me mend. Poezi për hetusin, poezi për supën, për policin. Janë të gjitha në atë librin që kam nxjerr vitin e shkuar në një botim anastatik, siç janë fletorët me shkrimet e tyre, dhe kështu vazhdova, i pasurova, i çoja, i fshija se u specializova dhe vetë, pastaj me vitet e burgut, të bësha dhe unë kontrabandist i poezive të mia. I fusja në kashtën e Dyshekut, por ne kontrolloheshim shpesh dhe Dysheku shqyej, i fusnim në Opinga, të lidhur me një leckë të pisti të kishin në veri ta hapnin, si shtres për këmbët, tek thesi ku mbanim në rrobat e grisurat e burgut, apo të ushqimet, ka qenë një odise më vete, një frikë e pafundme. Po si shduket pa atë frikë, nuk do ta shtyja dot atë burg të rënd. Që kam disa fletore nga Spaçi, janë të gjitha për Spaçin. Ato janë si ditët e Spaçit të merësisht një lloj, dhe një lloj të tmerrshme. Këto që të zgjedhësh të thot diçka, mendoj. Po unë bëra 3 vjet në Spaç burg, sepse kishte presion nga jashtë që Shqipëria ka të burgosur politik, që i mban kote të tjera, dhe do ta kalonin në burg ordiner dhe ne do na kalonin në burgun e Qafvarit, për të thënë që s'ka Spaç. Por është edhe një arsye tjetër, miniera e Qafvarit është një minierë bakri shumë e ftohtë dhe nuk punoi dot me forca njerëzore. Dhe shteti atëhershëm mendoi mos ta bëj me njerëz këtë burg, po ta bëj me të burgosur. Se për ta nuk ishim njerëz ne, siç nuk ishin ata për ne njerëz, por bisha. Dhe kështu na çuan në Qafvari, i mora me vete dhe fletoret e Spaçit, shtova dhe po aq, se kaluan edhe 4 vjet të tjera atje, derisa erdhi data që unë të lirosha. Si thua, shëndraime më e madhe ishte që të mos më ridënonin, siç ndodhte. Për fat ato ishin paksuar, duke mos patur ridënime, të burgosit me intuit mendonin se diçka po zbutet atje lart, diku ka një presion nga bota, diçka do kenë kuptuar apo do jenë lodhur nga vetvetja, siç lodhen dinozaurët që u zhdukën nga kushtet e tjera të botës, dhe s'diç të them. Po thuaj se unë nuk kam parë
në një dritë jeshile, si që mund të thuhet sot, përveç se dritave të brendshme që njeriu i ndërron lirin, paqen, ato që t'i jep Zoti, ai që i fundit nuk shuhet kur brenda njeriut. Për mua kishte ndryshim, sepse unë vija, kisha qenë mësues, dhe tani dola pas një të drejtë. Nuk kisha të drejtë botimi, nuk kisha të drejtë elektorale, që kjo s'më bënde përshtypje. As do zgjidhja njeri, as doja të më zgjidhte kush. Dhe nuk kisha të drejtën dhe ushtrimit profesionit. Punoja në një fabrik tullash, në Lushnja, ku kisha familjen, dhe atje, si tu isha patris ka fronti. Sot nuk e kuptoj çdo me thënë kjo. Është një dokument që je i frontit partisë ku diun që je, që po ta kesh atë nuk e asgjë. Po se patë e shumë e rëndë, se konsiderohesh armik. Kryetare e frontit ka qenë Nexhmia Hoxha, domethënë, e shoqja e diktatorit, i atij fronti demokratik. Pra kur dola isha pa këto. Unë kisha shok, kisha filluar të botoja që para në burg poezi, një poet, një autor, libra. Vendimi imi ishte që unë nuk do t'i flas askujt, por nuk më foli. Sepse nuk doja të vija në pozita të vështira kurkënd. Shumica e njerëzve nuk më folën. Ruheshin, i kuptoja. Kishte ndonjë që guxon të përshëndeste fshehurazi nga ndonjë qoshe ku mendonte se nuk e sheh njeri. Por pati edhe guximtar që vinin, rrinin atje në fabrikën e tullave, ishin jashtëzakonisht të mirë, të rinjt. Ja 2-3 të rinj vinin, jo vetëm që më mundoheshin të ma leconin punën, po dhe donin të dinin. Gjithmonë ishte frika se mos jam provokator, por njeriu ka një intuit, kuptohet nga syt, nga shpirti. Unë i njoh syt e spionit, si që njoh dhe syt e sinqert të një të riu. Por fat gjeta syt e sinqert atje. Ajo ishte një veprimtari klandestine, shkruan fshehurazi, sepse nuk lejohet. Po ta gjetën dhe po e i bën një akt ekspertizë ndodhet të pushkatohesh, si që ka ndodhur. Pra, para burgut, unë shkruaj edhe me qëllimi që të botoj. Dhe ato që i shkruan për t'i botuar, ose që mendon se janë të botueshme, lidhen me realitetin jashtë, po je i detyruar t'i përgjigjesh asaj propagande nëse ke ndërmend të ndjekësh këtë rrugën e të shkruarit poezi, që është e natyrshme të ndërrosh botimin e tyre. Pra, ato do t'ishin, si thua, poezi të pranueshme sociale. Fakti që unë poezi t'i çoj për botim, pra unë i kam menduar të botueshme, edhe ata i gjykuan si armiqësore, që nxjin realitetin socialist, që janë kundër realizmit socialist, do të thotë se njeriu që shkruan, ai që ka brenda vokacionin e poetit, shpeshherë i tejkalon propagandën, doktrinën, dhunën, dhe do të nxjerrin njeriu, do të nxjerrin dëshirat e tij. Fakti që ata i pan kështu, se poezitë e mia nuk ishin trakte. Unë nuk po bëja trakte që të thosha përmbyseni, por jepja ëndrat e njeriu, siç mendoja unë, dëshirat e tij. Për shembull, një nga poezitë e mia të asaj kohe para burgut është Dielli i dytë. E mbaj mend përmendsh prej presionit, prej kohës që më kanë kërkuar llogari, poezia thotë kështu. Shumë gjak është derdhur në këtë botë, por ende nuk e kemi krijuar diellin e gjakut. Dëgjoj miku im këto fjalë që dridhen. Ne do ta krijojmë një diell të dytë me gjakun që derdhet në formën e zemrës. Kaq është kjo poezi. Më thotë Tusi, dielli kush është në poezinë shqipe, në poemat që botojnë poetët e realizmit socialist? Çfarë thot partia? Kush është dielli? A është partia? Po, i thashun.
Kështu del nga librat, nga propaganda. Po ti po kërkon një djell të dytë. Pra dash ke parti tjetër. Instikti ishte që poezia të krijonte lirinë time. Ajo krijoi robërinë time. Kur shkova në burg, isha më i lirë së brendshmi. Më i lirë së brendshmi, sepse tani unë nuk llogarisja me poezi për botim. Unë llogarisja poezi për emocionin tim, që të jetoj edhe pak. Dhe nuk besoja se do botoheshin ndonjëherë. Pra nuk e di çfarë marrëzie më kapte atje. Të shkruash pa menduar se do botohen, të shkruash që nuk e di çfarë do kenë. Thjesht jeto çastin. Siç duket çasti është përjetësi dhe përjetësia është gjë tjetër, çast. Krimtaria ime, si thuash, unë poezinë e kam menduar si ditar të shpirtit, ditar shpirtëror. Unë nuk kam shkruar me poezi burgu mbas burgut. Ç'bëra në burg i bëra aty. Dhe mbaroi, u mbylla i kapitull. Poezitë e tjera i takojnë vendeve të tjera, kohëve të tjera. Kam shkruar 2 libra memoaristik që kam patur dëshirë të lexohen ëndshëm si romane, por nuk janë romane, janë letërsi mbase, por janë memoaristik kur ngjarjet dhe personazhet janë të vërtetë. Nuk mu desh të krijoj, sepse i krijoj jeta në mënyrë më të përkryer. Pastaj kam romane të tjera që jo se nuk del burgu, po siç po flasim sot, siç po flasim në një tryezë që kujtojmë një gjë, pra si të thuash, aq që na hyn burgu në jetë, aq e fut edhe unë në letërsi. Por nuk kam bërë më shkrime për burgun, poezia, po pa qenë atje. Pyetja është shumë diabolike, shumë e bukur. Vuajtja më shumë, isha më shumë i vdekur, por si poet isha më i lirë. Dhe ishte një përvojë që nuk ta jep asgjë tjetër. Atje në burg njeriu është me vetveten dhe duke qenë me vetveten e kupton që është më e shtrenjtë. Ja di çmimin gjërave dhe është shumë i çliruar se sa një jashtë. Por kjo s'do të thotë se ka qenë në burg më mirë se sa jashtë. Askush nuk është dënuar që ta nxjerrin nga burgu sepse pas ka qenë jashtë më keq, siç thonë ndonjëherë, se në burg keni qenë më të lirë. Por është komplekse, secili e përjeton në mënyrën e vet. Por duhet të dalë përvoja nga këto burgje, se ne ngelen duke kujtuar. Dhe jo vetëm duke kujtuar, por duke ja thënë vetëm njëri tjetrit, ata nuk vinë në promovimet tona. Të persekutorit ja tregojnë njëri tjetrit, persekutorët bëjnë tjetër gjë. Në këtë kuptim, mesazhi duhet jetë dhe përvojë. Kjo vlen dhe për ata që persekutuan, jo vetëm për persekutorit. Në këtë kuptim, mendoj anës njerëzore, çfarë duhet bërë sot, poezia që bë më herë me çmimin e parë, është bërë para 40 vjetësh me çmimin e parë vitin që shkoi. Kjo mua më bëri përshtypje, jo pse mora unë çmimin. Pse një libër i tillë që vjen nga Ferri, del dhe merr çmimin e parë, pas një arsye tjetër përveç se për vlerës njerëzore dhe artistike. Në këtë kuptim, është për të mësuar nga hebrejt, nga holokausti i tyre. Ata e kanë kthyer në përvojë tani. E kanë kthyer kujtimin, e kanë kthyer në përvojë në mësim, në ide. Në këtë drejtim, ne duhet të bëjmë shumë. Edhe keni përgjegjësi.